forcon rrëqen e Rishani nga ana tjetër, edhe këtu kemi disa biznese ku zhvillumit fatkeqësisht në vite. 8 makina shoqëruese, ujë pisët e gjuri, sirena shurdhuese për hapjen e rrugës dhe zbritje pompoze nga një foristrat me targa MM. Ky është ministri i mbrojtjes Piro Vengu, i cili prej 2 ditësh është bërë si shtëpisë në qytetin e Durrësit. Ato i gjen kudo, aty ku ka ndonjë puset, në një copë kanali me fadromat e lodhura të bashkisë, apo pranë autoboteve të ushtrisë që më shumë se uji pastrojnë fekalet politike. Durrësi nuk ishte arsye të përmbytej, por arsyeja për praninë e një spadjermeni ministër janë të shumta. Përveç momenti që Sharaksi si Vengu sillet në Durrës, padyshim që duhet të ishte i pranishëm aty ku është situata më e vështirë, por duke drejtuar shtabin e emergjencës dhe duke marrë masa për çdo nevojë të menjëhershme, nga përmbytjet që nuk errën nga Zoti, por nga pushteti lokal dhe qendror që e kthyen qytetin në Moçal. Pamjet e Vengut që po kthehen në Barsalet në Durrës, nuk dalon të flas me banorët e përmbytur, por qëndron afër punonjësve të bashkisë apo ushtrisë që më shumë se punojnë bëjnë sikur po punojnë, jo për fajt të tyre, por për shkak të mjeteve dhe situatës. Në qytetin ku deti është bashkuar me ujin e përmbytjeve, përmbytjet erdhën nga hidrovore jashtë funksione dhe kanale kulluese tërësisht të bllokuara. Mund të ankohesh për kryebashkiakën që minimalisht nuk duhet të presë që të thatë vendi për të shkruar 2 fjali jap dorëheqjen. Por në Durrës askush nuk mundi të ankohet se nuk është dukur ministri i mbrojtjes. Ai ishte çdo pëdhëm të zonës pasi erdhi direkt nga karriera si drejtori i portit në kryet e ministrisë. Arsye dihen, porti u kthye në han pa porta për kalimin e narkotikëve. Në Durrës ka rënë një sasi prej 110 mm shi, tha Vengu. Ai është parë gjatë gjithë ditës duke qarkulluar me eskortën e tij pranë burgut të Durrësit. Vengu, tashmë me çizme deri në gjuhë, po vërdalliset në liçenet e përmbytura, duke u shpallur herë zjarfikës e herë punëtor komunali.